Në fakt, për çështjen e pensioneve është një lajm i mirë për pensionistët, duke qenë se ato do të munden të kenë, le të themi, një bonus mujor tashmë, ku çdo muaj do të marrin një në varësi pra të përshkallëzimit që ka vendosur vetë qeveria, të marrin një bonus që do të thotë që në fakt e konsiderohet bonus pasi jepet nga buxheti i shtetit dhe jo nga vetë skema e pensioneve, është një element pozitiv pasi pensionistët edhe në vlera tepër të ulta ato janë të kënaqur, duke qenë se ato jetojnë le të themi në varfëri relative dhe absolute, dhe kjo shtesa që i bëhet çdo muaj nuk është se do zgjidhë problemet financiare që kanë pensionistët, por nga ana tjetër duket më tepër si një shpresë ku vetë pensionistët mendojnë që së fundi po shihen me prioritet. Ndërsa për sa i përket rritjes së pagës minimale, është një nevojë në fakt, pasi Shqipëria konsiderohet si një nga vendet me kosto më të lartë jetese krahasimisht me rajonin, ndërkohë që nivelin e pagës minimale dhe mesatare ka ndër më të ultat, që do të thotë që në diferencën të ardhurat dhe shpenzime, qytetarët shqiptar jetojnë, le të themi, nën kufirin e varfërisë, sidomos të referohem dhe shtresës së mesme, pasi siç e dimë dhe nga ndërkombëtarët, Shqipëria është konsideruar një vend i shtretë jo vetëm për të jetuar, por nga ana tjetër edhe për të strehuar, që do të thotë niveli i le të themi çmimi i qerave dhe jo vetëm, por dhe i apartamenteve në vendin tonë është tepër i lartë krahasimisht dhe me Milanon, që do të thotë që kemi një lloj rritje artificiale të kostos së jetesës,